gjatë periudhës komunizmit nuk kishim drejt të banim organizime tjera, tribuna apo aktivitete tjera në xhami apo në mektep. Kështu që pas 91-shit apo 2-shit, kur erdhën edhe këtu tani këto ernat demokratike, na bë e mundur që të organizojmë tribuna, kështu që filluam edhe pse kushtet ishin jo adekuate në xhamin e vjetër, organizonim tribuna të ndryshme dhe më vonë, duke dashur që nxënësit e mësimbesimit që vishin me këtë, por ato që s'vinin, t'i stimulojmë dhe t'u bëjmë me dije se mësimi dhe leximi apo studimi është obligimi i parë në Islam. Atëherë filluam të organizonim edhe kuize të diturisë me moton lexo, mëso, studio. Dhe ky kuiz u bë edhe tradicional, ku merrnin pjesë nxënës nga mektepe të fshatrave të ndryshëm, si nga Gjepçishti, nga Shemshova, nga Ndërashti, nga Përshevca. Kompletona Skënder. 12 vjet kemi organizuar kuize, u shpërndanim dhurata modeste, libra, merrnim pjesë struktura të ndryshme, profesorë të shkollave në për këto kuize, edhe u bë tradicional